Po në Shqipëri, Instituti Kombëtar Demokratik Amerikan dhe programi OKB-s për zhvillim, PNUD, organizuan një tryezë shumë partijake për të rritur pjesëmarrjen e grave në politik. Folësit theksuan se vitin tjetër nevojitet kandidimi sa më shumë grave që ato të tregojnë aftësitë e tyre drejtuese. Ekspert nga NDI dhe UNDP theksuan se përfaqësimi i grave është parakusht për zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Instituti Kombëtar Demokratik Amerikan dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara UNDP organizuan sot në Tiranë një tryezë të rrumbullakët me partitë politike dhe shoqërinë civile për fuqizimin e grave në politikë dhe institucione vendimarrëse. Ndërsa zgjedhjet vendore po afrohen, organizatorët po huan se kjo është pikërisht koha që partitë, qeveria, shoqata dhe partnerët ndërkombëtar të bashkëpunojnë për të rritur pjesëmarrjen e grave në strukturat partijake dhe në pushtetin vendor. Përveç se kjo është një çështje të drejtave njerëzore, ata besojnë se fuqizimi i grave do t'i bëjë edhe partitë politike më të forta. As the country prepares for local elections next year, we hope that those discussions on women's role in political organizations will continue. Si një vend që po përgatitet për zgjedhjet vendore vitin tjetër, ne shpresojmë që këto diskutime për rolin e grave në organizatat politike do të shtohen derisa të kuptohet nga të gjithë vlera e madhe e grave në politikë për të siguruar disa kuota përfaqësimi dhe atëherë të gjithë do të shohin se ata ndihmojnë shumë në rezultatet e zgjedhjeve, thot përfaqësuesja e OKB-s në Shqipëri, Zineb Tuimi Benjellon. Ajo thot se pjesëmarrja e grave është një drejtë e tyre, sipas saj dëgjimi i zërit të grave në vendimet publike është një drejtë e tyre njerëzore dhe një parakusht për zhvillim shoqëror. Prandaj ato duhen kandiduar për të drejtuar bashki, komuna dhe për të marrë pjesë në këshillat vendore duke sjellë mendimet e banorëve. Instituti Demokratik Amerikan solli në tryezë përvojën e 20 vendeve nga Ballkani dhe bota që u kanë hapur rrugën grave për të drejtuar institucionet pasi kanë fituar votat e zgjedhësve. Hapi i parë është që partitë ftojnë gratë për të marrë pjesë në fazat parazgjedhore dhe më tej në zgjedhjet e pas tyre. Ekspertët vlerësojnë se gratë kanë gjysmën e votave në popull dhe kjo mund të ndikojë për rezultatin përfundimtar në dobitë të tyre, prandaj është me shumë rëndësi edhe pjesëmarrja barabartë e grave në vendimarrjen e partive. Drejtoresha e NDI-t në Shqipëri, Ana Kadovic, thotë se lëvizja e grave ka ndikuar deri tani që të përmirësohen ligjet mbi shëndetin, arsimin, ligji kundër dhunës, të përmirësohen kodi i punës dhe kodi penal, por gjitha këto ende nuk mjaftojnë. Tani është koha, thotë ajo, që gratë arrin pjesëmarrje të rëndësishme në forumet drejtuese të partive politike, të arrin atë që quhet kuorumi i grave dhe për çdo gjë që vendosin partitë të merret dhe mendimi i tyre. As well as to help them become an active contributor to developing party policies in order to be more reflective of Në këtë mënyrë gratë mund të ndihmojnë në përmirësimin e politikave të partive në mënyrë që ato të përfaqësojnë nevojat e qytetarëve, tha zonja Kadovic e NDI. Sipas saj, gratë mund të ndihmojnë mjaft partitë që të fitojnë zgjedhjet. Një numër i madh grash janë shumë të afta me shkolla dhe studime, por ato nuk gjejnë vend brenda partive, edhe pse janë më të zonja se disa burra politikanë. Ato nuk arrin dot në poste vendimarrëse dhe kjo frenon zhvillimin e shoqërisë. Nëse Shqipëria dëshiron të zhvillohet, partitë duhet t'u japin mundësi grave të tregojnë aftësitë e tyre drejtuese dhe të dëgjojnë mendimin e tyre, tha ajo. Si një vend kandidat i Bashkimit Evropian, antar i OSBE-s dhe nënshkruesi shumë konventave ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, Shqipëria është angazhuar që të nxjidhë pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe burrave në politikë, por në fakt gratë janë pjesëmarrëse të nënvecuara në procese dhe në poste vendimarrëse brenda partive politike. Aktualisht gratë shqiptare kanë një pjesëmarrje minimale në parlament dhe një përfaqësim akoma më të ulët në pushtetin vendor. Mendësitë e vjetra i shtyn burrat që i pengojnë gratë, edhe pse ato sipas statistikave shumë vjeçare janë më të shkolluara dhe më të afta se burrat në drejtim dhe në përfaqësim të mendimit komunitar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.